Tikave të konstatuara së fundmi dhe zonat më problematike në qarkun e Durrësit. Albanat, përshëndes. Ju përshëndes, në fakt në vetëm disa orë shi të cilat kanë rënë në qenë e Durrësit dhe vetëm pak minuta me intensitet të lartë të rrugët në zonën e stadiumit në Durrës dhe në shumë lagje të qytetit të Durrësit janë përmbytur dhe kanë bërë pothuajse të pakalueshme këto rrugë me makina dhe për qytetarët e pikërisht në sotme. Grumbullimet e ujit kryesisht në disa rrugë kanë shkaktuar trafik të rënduar në disa zona, ndërkohë që problematike vazhdon të mbetet zona e stadiumit, rrethullimi i burgut, Shënavllashi, rrethullimi i plepave dhe autostrada Durrës-Tiranë. Në fakt disa nga zonat më problematike të cilat kanë vështirësuar qarkullimin dhe uji ka arritur në disa centimetra duke theksuar kështu përmbytjet e para pra në qytetin e Durrësit. Kto është në fakt situata në qytetin e Durrësit, që kanë mjaftuar vetëm pak rreshje shiu me intensitet të lartë duke bllokuar të gjithë këto lagje, pra lagjen 17, lagjen 18 të këtyre rrugë, në këto rrugë të cilat uji ka depërtuar në disa centimetra, ndërkohë që siç kemi vëzhguar edhe në terren, uji nuk ka vazhduar akoma të hyjë pra në ambientet e ndonjë dyqani apo pikërisht ndonjë biznesi në këto rrugë, ndërkohë që është shumë afër nëse do vazhdoj këtë intensitet të lartë të rreshjeve të shiut në Durrësit, do kemi përmbytje në fakt të mëdha në shumë zona. Sektori në fakt përmbytjet në janar të këtij viti ishin fatale në shumë zona dhe u shkaktua dhe viktima e parë, pra janë 2 viktima të shkaktuara në qytetin e Durrësit për shkak të përmbytjeve, por dhe të fundit njëri i cili u rrëzuar në kanal ndërsa tjetri për shkak të energjisë elektrike ku rrugët ishin të përmbytur dhe rënje në kontakt me rrymen në elektrike. Pikërisht në fakt që kemi vëritur në këto zona është që momentalisht nuk kanë ulur akoma energjia në elektrike në rrugë, pasi dritat janë të gjitha të ndezura dhe intensitetin i energjisë elektrike vazhdon të jetë në të gjithë rrugët në këtë zona ku kanë qenë më problematike me përmbytjet. E qartë. Ndërkohë, a kanë ardhur denoncimet e para nga ana e qytetarëve albana, duke qenë se vazhdimisht ne kemi marrë telefonata të shumta nga ana e banorëve, të cilët kanë mbetur të bllokuar në zona të ndryshme të qytetit të Durrësit? Në fakt kemi komunikuar me shumë banorë dhe më problematike siç theksova ka qenë zona e stadiumit momentalisht në një vendosje si lagjet e 18 ku banorët kanë telefonuar që duhet merren masa që të mos përmbyten pikërisht si herën e kaluar, pasi dëmet ishin të shumta dhe sapo janë stabilizuar në bizneset e tyre. Momentalisht nuk ka problematika ndë uji ka depërtuar në ambientet të brendshme siç theksova të bizneset, por nëse shiu vazhdon të jetë në intensitet të lartë dhe këto rreshtë të shiut nuk do ndalen siç është parashikuar, si do ketë rreshtë me intensitet të lartë, uji do vazhdoj të hyjë në ambientet të brendshme të shumë bizneseve në këtë rrugë uji tani më ka mbuluar trotuarët. I qartë. Edhe diçka tjetër, Albana, ajo çfarë kanë kërkuar banorët në rastin e fundit kur ne kemi patur edhe komunikime të vazhdueshme me ta, ka qenë pastrimi i kanaleve kulluese e konkretisht në zonat problematike siç është ajo e lagjes nr. 18 dhe zonat të ndryshme të cilat kanë qenë problematike. Dim diçka nëse ka patur një ndërhyrje gjatë kësaj periudhe pauze, le të themi, nga rreshtet e shiut? Apo të paktën nga ajo çfarë kuptohet tashmë edhe nga pamja që jemi duke përcjell, nuk është bërë asgjë? Në fakt në shumë zona kanalet nuk janë pastruar, pra kanalet 14 kanalet sekondare të cilat janë në rrezikshmëri të cilët qarkullon uji për përmbytje në qytetin e Durrësit nuk janë pastruar, vetëm një kanal ku është bërë ndërhyrje nga IKMT-ja dhe prishur shumë banesa janë pikërisht tek ura e Bajlanit, siç kanë vërtetë dhe protestë banorëve, është pastruar kanali i pra nga ana e Bashkisë së Durrësit dhe të cilët thekson që është kanali pastruar, ndërkohë që kanalet pikërisht në zonën e Knetës, 2 kanalet e mëdha